ata që kanë, do më thënë që më kanë marrë në pyetje mu, ka qenë Zero Kastrati, Elbushës Deçanit, edhe ka qenë Lutfia Jazi, një ndër i Drenasit, ka qenë një ndër udhbashët më të merrus. Ai kone ka kap në dorë, do me thonë, s'ka mujt kush me qëndru, kogja vështirë me qëndru tortura atina. Unë jam rrejt disa herë, jam marrë disa herë prej Lutfia Jazit edhe Zero Kastratit, dhe sa kom shku edhe në Livanosje, dhe sa më kanë ngrej zhag për floksh. Tha ti kur një, tha s'ki, tha me u shkollu, tha ja, tha qka jemi të shkollu, tha na qfar vajza po shkollujmë. Shikoni, tha kush do me arme na i prishta Jugoslavin, ti tha me eduku dikan, kur njët ati fakultet, as shkollë s'ki me kry, tha unë e gjallë. Thash edhe po, ko me punu në arsim, ko me punu shumë, po kur në zanës për me s'ka mu rre, kur në zanës për me s'ka me shpionu, dhe të shofim cila për ja dalim. Ata që kanë, do më thënë që më kanë marrë në pyetje mu, ka qenë Zero Kastrati, Elbushës Deçanit, e cila ka punu si profesoresh në gjimnazin e Deçanit, një kohë mu s'm ka dhëmë mësim, po ka punu në gjimnaz, si profesoresh e sociologjisë, dhe ma vonë kishte kalu në sekretariatin e punëve të mbrëmshme të UDV-s atëherë. Edhe ka qenë Lutfia Jazi, një ndër i Drenasit, cili tash është i vramë, por që ka qenë një ndër udhbashët më të merrus. Ai kone ka kap në dorë, do me thonë, s'ka mujt kush me qëndru, kogja vështirë me qëndru tortura atina. Do me thonë, një ndër ata se na kemi bisedu edhe për tjerat që i merrnin pyetje, por ai ka qenë njeriu më i tmerrshëm që ka ekzistu, ndoshta ka pas edhe tjerë, por sa i përket neve si femra, do me thënë ai ka qenë. Zero Kastrati mu më kanë marrë zakonisht në pyetje, nuk më kanë marrë asnjëherë në burg, po më kanë qit jashtë burgut, dhe zakonisht kur dilnim jashtë burgut, edhe na dërgonin në sekretariat të punëve të mbrëmshme, aty torturat ishin të mërshme. Do me thonë, unë jam rrejt disa herë, jam marrë disa herë prej Lutfia Jazit edhe Zero Kastratit, dhe sa kom shku edhe në Livanosje, dhe sa më kanë ngrej zhag për floksh. Edhe nuk e di, do me thonë, vend që s'm kanë shu. Do me thonë, qoftë komve, qoftë knej, qoftë të veshkat, durve, sa që kur kthesha në dhamë, me nxesë une isha krejt trupin gjurvjallëse. Edhe zakonisht, do me thonë, atëherë veç fillun me bo grevë, gjitha pavioni i vajzave, i grave që ishim aty me bo grevërije, për shkak se me të vërtetë isha torturu në mënyrën ma mizore, por e mirësisht fatbarësisht se kom thonë kom i qëndru. Dhe pikrisht ato që ka përlomin më të madhe kom pas me Zeron, sepse ajo fjale që thojnë ma i zi shtisi se dorasi. Faktikisht ajo vetëm e nëzit ke ata, dhe ai e nxerkat shkupin e gomës, e nxerken nga setra, nga krahu, edhe vazhdonte pa asnjë pikë mëshire. Dhe pikrisht, tha ti kur një, tha s'ki, tha me u shkollu, tha ja, tha qka jemi të shkollu, tha na qfar vajza po shkollujmë. Shikoni, tha kush do me arme na i prishta Jugoslavin, ti tha me eduku dikan, kur njët ati fakultet, as shkollë s'ki me kry, tha unë e gjallë. Edhe faktikisht tash mirë, tash unë jëm ra në burg. Tash mas jëm ra, tash s'kom pas që me ra hesh këtë ndurët juve. Po mas jëm ra, tash mo 5 pore si jepi. Tash si nejta një muj, si një javë, si 2 muj, si 5 muj, tash qef s'kom pas me ra ndurët juve. Me gjithate, tash nëse ti qëto kime më vra, tash dikush ka me thonë që dikush o mbet qëto. Po nëse unë e dali gjallë, tash unë e ka me kry këtë mision. Pikrisht qëto pse ti ke ardhë prej një institucioni arsimor,
ke anin se të krejat punët mrenshme, plus je femen, plus je vendase prej andehit, thash edhe mund është me i bo këto, thash atër të shofim, cila jemi ma e fort fituj. Kështu që atë dit jëm betu edhe kom thonë, po, unë kam me punu në arsim, sepse kom luftu edhe ma herët, pra nuk kom luftu vesh në burg për arsim, po kom luftu edhe në fshat, edhe mentalitetin e fshatit, që shë thash edhe ma herët, thash edhe po, kom me punu në arsim, kom me punu shumë, po kur në zanë s'pe me e s'ka mu rre, kur në zanë s'pe me e s'ka me shpionu, dhe të shofim cila për ja dalim. Me thonë, këtu kanë qenë torturat e mia disa herë, dhe fatbarësisht dhe me thonë, prapë po flasë shoqes time dhomes aty që e kisha, Ideu të Osmanit, i cila të në kohën më ka majtë me peshkira, se kur vija për i torturave, do me thonë, ndodhë këtë që 10 peshkira për 5 minuta u tërshin, prej temperaturës trupit, edhe pse më trajtonin ka pak të mjeku, po jo, sa duhet të japshin do hapa për temperaturë diçka, ju ku me ditë sa. Me gjithate, është një përvoje imja, cilën nuk kom najtë shumë, po shumë e krenarije, thamë, jam shumë krenare që e kom bo atë burg, jam shumë krenare që kom mujtë me rezistu, edhe jam krenare që kom njohë shumë shoqe, edhe kemi punu, edhe kemi qenë shumë matë forta. Do me dhënë sa ma shumë që ndoshta torturat bohen nga diçka tjetër, ti bohesh ma i fort. Dhe pikrisht ata thash, ju po na fut një pak, po mendoni që jemi nacionalista, na 10 fish nacionalista kur dalim kemi më bo. Dhe pikrisht kjo ka ndodhë që kemi qenë shumë të fort edhe do me thonë veprimtarin tonë se kemi nalë asë njëherë. Bile dhe ma shumë kemi vepru mas jemi dalë, dhe me thonë duke i përkrasit se cilin se qka ishte për drejtësi, qka ishte për shtet, qka ishte për atë dhe, qka ishte për konsolidim, gjitha deri te lufta,